ky shembull? Se Roma fatkeqësisht është Roma, dhe qysh edhe Roma e ka shok ngusht me e don shumë Hashimin. Roma e don Hashimin ma shumë se këta të PDK-s kryesisht që janë, ma shumë se Memli, aden, edhe ma shumë se ky këtu që ja ka dhënë dekoratet, aden, se këti si ka rënë me reagu po Romët. Roma, unë konsideroj... Ky s'është kryeministër. Kjo e Romës... Ky ka shku në vendin e ngjarjes për ta përcjell. I është kthyer gazetari sa tek zëshirë. Mirë ka bo, dekorat se ka marrë për gazetari, ka mujtë me marrë, nuk ka që se ka meritu për gazetari, po e ka marrë për kontribut në luftë dhe për liri vendit, kur është dashtë, qofë për nderë. Po edhe nuk është puna që aty, po është puna për Romën, edhe është e te i dukshme, e te i dukshme është e konsideroj një kesh përdorim të Edi Ramës, një kesh përdorim të Hashim Thaqit nga Edi Rama. Rama sot e ka kesh përdor Thaqit? Po, e ka kesh përdor, është një kesh përdorim. Blerim falë që pëndëri. Pikpamja ime. Rama është lideri politik ndër të vetmit, po thëmë shqiptar, që jo veç në arenën vendore, jo veç në Shqipni ose në Kosovë që e kanë rritë zonën për shumë shkelje që jënë bu në gjykatën speciale, po e kanë rritë edhe në Këshillin e Evropës, në vendin ku është miratu rezoluta që më pas ja ka hapur rrugën krimit gjykatës speciale. Do më thonë nuk e shoh postimin e Ramës vetë si një tentim për me marrë vëmendje ose me bu diçka, po e shoh si një konsistencë në raport me gjykatën speciale. S'po flas për Roma edhe kur shkon me pi kafe në Sabah, në zyret vetë, nderuar koleg, e ban me qëllim politik. Edi Rama është figur politike, lider politik, i cili e ka oportunizmin politik edhe nevojen e ekspozimit edhe kësaj që quhet protagonizmit, babës kombit, para najfar halli që ka ai me fatin e zi të Hashim Thaqit dhe të tjerëve që janë në mendimin em, në gjykatën speciale. Që nuk është veprim politik, po që ka konsistencë në veprimet e tij në raport me gjykatën speciale. Po Roma veç konsistencë ka, apo ti qysh? Edi Rama është lideri petë vetme që u shkue si kryeministër i Kosovës. Vizit. E ka vizituar Hashim Thaqin o. Dhe unë, kur kam qenë atje, kam dëgju, që edhe gardian... Sadik, edhe ti ke qenë në Haga, po në vizit? Kam qenë në Haga, kam vizitu. Të gjithi kam vizitu, edhe presidentin Thaqi, edhe Veselin, edhe Jakub Krasniqin, edhe Recep Selimin, edhe Nasim Haradin, edhe Nisni Gucotin. Edhe ata kanë tregu që Edi Rama, kur ka shku me vizitu Hashim Thaqin, edhe gardiant që janë në Haga të, e kanë dëru si një burë shtetës. Pa i shkrymini? Pa i burë shtetas është, pra të